Akoma asnjë marrëveshje mes grupeve parlamentare për zgjedhjen e avokatit të ri të popullit. Partitë bëjnë me dije se nuk kanë lëvizur nga qëndrimet e tyre fillestare. Vlen këmbëngul përfaton Selamin kurse Fronti Evropian kërkon tërheqjen e tij dhe marrëveshje politike. Një propozim tjetër nga radhët e kandidatëve që tashmë kanë aplikuar për avokat të popullit do të ishte precedenti i kuvendit, vlerëson ish avokati i popullit Naser Ziberi. Sipas tij, zgjidhja është shpallja e një konkursi tërësisht të ri. Ziberi kërkon edhe ndryshime në mënyrën se si zgjidhet avokati i popullit. Prandaj, në mënyrë urgjente, sipas bindjes time kuptohet, duhet të ketë një orar të tjetër kuvendi për zgjidhjen e këtij problemi. Së pari të bëjë ndryshimet e ligjit për avokatin e popullit dhe ndërkohë të shpallje konkurs të ri për zgjedhjen e avokatit të popullit dhe në këtë periudhë të krijohet një pajtueshmëri mes gjitha subjekteve. Institucioni është i përgjysmuar në të gjitha kuptimet. 7 zavencat e avokatit nuk janë zgjedhur, avokat të popullit nuk ka, 2 zavenca mundohen që të mbulojnë gjithë lamin që është praktikisht e pamundur. Mes tjerash, ai sugjeron që procesi i zgjedhjes të jetë transparent, sipas modelit të zgjedhjes së anëtarëve të antikorrupsionit. Në këtë rast, Ziberi thotë se zgjedhja me prapavi politike do të ishte më e vështirë, në raste kur kandidatët nuk do t'i plotësonin kushtet dhe nuk do të ishin persona të dëshmuar në punën e tyre. Ziberi bllokimin e quan pjesërisht edhe sabotim të qëllimshëm, me që ky institucion është kritik i punës së institucioneve në raport me të drejtat e njerëzit. Qeveria më herët shkurtoi buxhetin e institucionit për 45 milion denar. Nuk është zbatuar marrëveshja kolektive për rritje të pagave të punësuarve për 30%, si dhe në vend të 180 të punësuarve, ka vetëm rreth 80 të punësuar.